Mirëmëngjesi të nderuar shikues, ky është edicioni i lajmeve të orës 9 në RTK. Sot shënohet 27 vjetori i masakrave më të tmerrshme mbi popullsinë civile shqiptare nga ushtria serbe, ajo e Poklekut dhe Çikatovës. Më 17 prill të vitit 99 në fshatin Poklek të Drenasit u krye një nga krimet më të tmerrshme të luftës. 53 antar të familjes Muqolli, Elshani, Saraku dhe Hoxha u vranë mizorisht, u masakruan dhe më pas u dogjën, një akt që tronditi ndërgjegje njerëzore. Në 27 vjetorin e kësaj masakre, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Agjiu do të bëj homazhe për t'i nderuar viktimat dhe për të përkujtuar sakrificën e tyre. Nga ora 9 ajo bëri homazhe në Poklek, ndërsa nga ora 9:15 do të bëj homazhe në kompleksin memorial në Çikatovë të vjetër, ndërsa në orën 9:30 do të jetë në Krajkovë. Kosova ka përfituar 61.8 milion euro para financim nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian pas dorëzimit të dokumenteve të nevojshme në Komisionin Evropian dhe ratifikimit të marrëveshjeve të lidhura me këtë plan. Përmes kësaj përkraje, Bashkimi Evropian synon t'i ndihmojë Kosovës në forcimin e sundimit të ligjit, avancimin e tranzicionit të gjelbër dhe atij digjital, si dhe nxitjen e rritjes së qëndrueshme ekonomike. Ky zhvillim vjen pas ratifikimit të marrëveshjeve përkatëse në Kuvendin e Kosovës dhe dorëzimit të dokumentacionit të nevojshëm nga Qeveria e Kosovës, duke mundësuar aktivizimin e instrumentit për reforma dhe rritje dhe nisjen e disbursimit të fondeve. Ministria e Industrisë ka gjobitur me 30.000 euro kecin për shkak të 6 njësorëve të cilët janë konstatuar me afat të skaduar. Po ashtu ka kërkuar nga Kesko kompensimin e konsumatorëve të dëmtuar. Për njësorët e kecit, deri më tani janë dorëzuar 670 ankesa, ndërsa Prokuroria Themelore në Prishtinë i ka konfirmuar RTK-s se policia është autorizuar për mbledhjen dhe grumbullimin e informatave lidhur me këtë çështje. Gjydisja jon Distria Krasniqi është kurorzuar me titullin kampione e Evropës në kampionatin evropian. Medalistja e dy fesht olimpike triumfoi në finalen e kategorisë deri në 52 kg, duke mposhtur francezën Amandine Bijar. Për gjydisën pejane, kjo është hera e 4 që shpallet kampione e Evropës. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 11.